një vajzë, një grua e cila ka një intervenim në zemër, çfarë do, operacion të hapur, stentim, pacemaker, çfarë do lloj të intervenimit, a mund të ketë probleme ose shfaqje të problemeve në një shtatzani? Po, pyetja është me vend, por përgjigjja është se varësisht dallon çfarë intervenimi ka pas. Jo gjitha intervenimet. A mundesh ti specifikosh? Po, pikërisht. Do thotë të intervenimet në zemër, pra në qoftë se është një sulm në zemër, i cili ka kalu pa probleme, zakonisht nuk duhet me pas probleme. Domethënë aspirina që përdoret te këta pacient nuk bën ndonjë problem tek gra shtazana, shpesh jepet edhe aspirina edhe aty në të cilat nuk kanë këto probleme koronare. Në qoftë se janë smundje valvulare edhe bëhet intervenim me valvula, ato duhet me marr patjetër antikoagulant dhe shtazania është e ndaluar rrepsisht, sepse antikoagulanti nuk guxon me përdor në shtatzani. A nuk guxon me ndërprej për një periudhë? Nuk guxon me ndërprej fare, as nuk guxon me përdor. Për këtë arsye, të pacientët të cilët kanë probleme valvulare dhe janë në jetën reproduktive, vendosen proteza biologjike, i themi ne, që merren domethënë biologjike, jo mekanike, jo me metal, të cilët nuk ka nevojë me përdor atë antikoagulant. Jetëgjatësia këtyre protezave zakonisht është rreth 10 vjet, 15 vjet. Dhe me gruan bisedohet nëse ajo do me pas pasardh, ti mundesh me vendos këtë valvulë biologjike, me jetu 10 vjet me këtë ose 15 sa ka jetëgjatësi, me kry punën e fëmijëve dhe pastaj me bën edhe me rioperu edhe herë dhe vendos pastaj mekanike dhe vazhdon jetën e pa problem. Domethënë jo rrallë nanat bojnë këtë sakrificë përveç shumë tjerave që hynë 2 herë intervenime për me pas pasardhës vet. Pra, jo gjitha intervenimet janë pa pasoja, varësisht cili intervenim është dhe cila kohë është dhe cila është gjendja e zemrës. Në qoftë se zemra është e shëndosh, përgjithësi ka probleme, ka alternativa gjithmonë përkundër intervenimit. Por në qoftë se zemra është dëmtuar, zgjeru, atëherë në shtatzania sigurisht që është e rrezikshme shumë. Në këto raste kur gratë vendosen me bë këtë intervenimin për 10 vjet që e përmende, a rrezikohen vetë ato diçka? Jo, në qoftë se rreziku është vetëm që ka më ndërhy 2 herë operacioni, që është çdo operacion e ka. Është normale çdo nane. Që ajo mundet me ndodhë edhe në qoftë se nuk është shtatzan, sepse edhe valvula mundet më dëmtuar dhe me hyj edhe herë sana. Mirë, po në qoftë se zemra është e shëndosh, ajo valvulë ka qenë me problem, ajo është trajtu, ajo është si një person i shëndosh dhe mund me kalu pa asnjë problem dhe ka plot pacientë të tilla.